Ligji për barazinë gjinore nuk do të ndikojë në programet shkollore apo të cënojnë familjen tradicionale. Pretendimet e opozitës u sqaruan nga ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, e cila gjatë një aktiviteti të liceut francez në Korçë u shpreh se çdo program shkollor kalon përmes disa filtrave, të cilat tregojnë qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Ju duhet të dini që çdo iniciativë që ne bëjmë, sidomos iniciativat ligjore, kanë një detyrim ligjor që është gjithashtu dhe një bindje politike që ne kemi. Merreni, lexojeni ligjin, e para, e dyta, të gjitha programet shkollore ne i kemi të gjitha të botuara, ato kalojnë në një proces shumë të gjatë diskutimi, përgatitjesh dhe trajnimesh, pra kualifikimesh nga mësuesët. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë mesazhin e dur prindërve, klasave, mësuesve, përpara se sa të hedhim shashka, siç janë përpjekur aktorë të ndryshëm të hedhin. Të njëjtën linjë mbajti dhe ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Swart, e cila u shpreh se ky ligj ka në fokus të drejtat e barabarta mes qytetarëve shqiptar. Nuk ka një direktivë, por është gjithë korpusi ligjor dhe gjithë direktivat të cilat mbrojnë mos diskriminimin, mbrojnë vlerat njerëzore dhe nuk ka një direktivë të posaçme, por janë të gjitha vlerat e BE-s që përfshin këtë. Aty ku Shqipëria kërkon të antarësohet, trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve. Ligji për barazinë gjinore shkaktoi jo pak debate në parlament javën e kaluar, ndërsa kaloi me 77 vota pro të shumicës.